Shoqata Durrësi Autokton ka reaguar për situatën e krijuar gjatë protestës së banorëve të prekur nga projekti i tij para Bashkisë së Durrësit, duke shprehur shqetësim për ndërhyrjet dhe ndalimet gjatë tubimit. Ajo bën thirrje për respektimin të drejtës për protestë dhe për më shumë transparencë nga institucionet përvendimare që prekin komunitetin. Në deklaratën e publikuar, theksohet se shoqata Durrësi Autokton po ndjek me vëmendje dhe shqetësim situatën e krijuar së fundmi në qytetin e Durrësit, ku një grup banorësh të prekur nga projekti i tij gjatë ushtrimit të së drejtës së tyre për protestë paqësore janë përballur me pengesa, ndërhyrje dhe ndalime, duke tensionuar më tej situatën. Ne theksojmë se drejta për protestë, shprehje dhe mbrojtje të interesit qytetar është një drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta dhe standardet demokratike. Shoqata Durrësi Autokton bën thirrje për transparencë të plotë nga institucionet lidhur me vendimarrjen që prekin drejt për drejt banorët dhe komunitetin si e vetmja rrugë për zgjidhje të qëndrueshme dhe pa përshkallëzim konfliktesh. Durrësi është qytet me histori, kujtesë dhe trashëgimi. Çdo vendimmarrje që prek jetën e tij duhet të bëhet me qytetarët dhe jo me qytetarët. Shoqata Durrësi Autokton do të vijojë ta ndjekë nga afër situatën dhe mbetet angazhuar në mbrojtje të interesit publik, trashëgimisë urbane dhe të drejtave të komunitetit durrësak. Kujtojmë se me 2 tetor 2025 i kemi dërguar institucioneve të përgjegjëse një shkresë zyrtare për rishqyrtimin e vendimit të Këshillit të Ministrave numër 477 datë 31/7/2025, si dhe të vendimit të Këshillit Bashkiak të Durrësit numër 110 datë 18/12/2024, që lidhen me prishjen e disa banesave në zonën rreth amfiteatrit në bulevardin Epidam, për të cilat ende nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare tek këto deklarata.